A është lufta tregtare mes Maqedonisë e Kosovës vetëm një shpërqendrim i vëmendjes së opinionit dhe ikje nga problemet reale nga ana e dy partnerëve të koalicionit, VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s? Çështja e emrit, bllokimi i eurointegrimeve dhe tjera janë vetëm disa nga pikat që ende mbeten pas zgjidhje. Madje njohësit e rrethanave nuk mund të shpjegojnë gjithë këtë pa pasur gisht edhe politika ditore nga dyja anët. Madje pyetja është se kur bëhen kalkulime të këtilla për shpërqendrim të vëmendjes. Vallë mendohet në pasojat e atyre matematikave. Vallë është ky defokusim i opinionit nga vizita e ndërmjetësit me qunic apo nga ndodhit politike, nuk është e qartë. Por në çdo rast mbetet që opinioni nuk ka informata të bollshme se çfarë ndodh dhe deri kur është ai proces dhe cilat janë arsyet bazë të kësaj lufte tregtare, thot Petar Arsovski për Radion Evropa e Lirë. Refleksionin nga gjithë kjo si duket mund të ketë edhe në raportet në koalicion, por edhe në relacion qeveritar me atë opozitar, pasi që përveç politikës, asnjëra nga palët nuk mund të ketë kurfar beneficioni qoftë politik apo ekonomik. Ndërkohë ministri i ekonomisë Valon Saraqini si dhe pala kosovare ditë më parë paralajmëruan mbi vazhdimin e dialogut dhe se dyja vende do të mbeten të përkushtuar në normalizimin e raporteve tregtare. Maqedonia sipas tij shënon suficit në këmbimin tregtar me Kosovën dhe ky këmbim në total mes dyja vendeve vitin e kaluar sillej në $421 milion.